Furtarët prizrenas janë të njohur për toplia që janë një gatim tradicional i cili përgatitet në Prizren dhe në vende tjera të Kosovës, por që traditën e kanë pikërisht nga qyteti i Prizrenit. Prizreni dhe topliat e këtij qyteti dallohen me shijen e këndshme dhe brendësia e tyre bëhet nga gjiza e njohur për përdorimin e këtij gatimi, e cila ka shije të veçantë. Topliat bëhen prej simitit, se përdorim në akfasacin me majtë simitit i punojmë këto. Do mon veç na i prodhojmë këto me simit, s'përdorim këfasac natyrale. Shumë ka interesim. Po atë sa muna mi furnizu, i furnizojmë. Ka interesim, mjaftë. Po kështu këto furra dallohen edhe përgatimin e simiteve, një specialitet që përdoret si ushqim sidomos gjatë festave. Është një vend i vjetër. Të gjithëve na kujtohen simitet e fëmirisë që bëheshin nga maja e qiqrës. Është e paharrueshme sidomos aromat që merr të shtëpia, por edhe gjithë lagja kur piqeshin simitet. Prizreni ka një traditë të lashtë dhe të veçantë. Emri Topli vjen nga fakti për një bashkim, sepse ai brum bashkohet nga 4 cepet e brumit dhe aty vendoset gjiza bashkë me susamin që ndryshe janë edhe fare të shishme, por edhe të shërueshme. Kjo ka edhe domethënie në faktit se topliat janë ngrënë me familje të përbashkuar. Prandaj dihet se dikur ishin topliat, hallva, gatimet festive bashkë me simitet që bënin festën madhështore. Në këto gatime të veçanta, të dashura, të këndshme dhe për ditët tona. Gjatë gjithë kohës topliat e sidomos në mëngjeset tradicionale janë të adhuruara, por topliat janë një gatim shumë i adhuruar për qytetin e Prizrenit dhe për banorët, ku edhe kanë rënjen si gatim i hershëm. Prizreni njihet për topliat dhe padyshim se ky gatim e ndërron secilën sofër të shtruar për shijen e veçantë që kanë topliat. Liri me ju në çdo iftar.